Zoti Topi, me ju unë do të filloj një bisedë ndryshe për vetë faktin se kemi adoleshencën na puq Tirana. Ju keni shkruar një libër që unë e kam lexuar dhe kemi bisedu gjatë për atë libër që trajton Tiranën, vlerat e Tiranës, prejardhjen e familjes dhe të gjitha. Pra, le ta fillojmë me Tiranën, se unë i them Tirana, nuk. Se unë si po i them, unë Tiranë po i them. Le ta fillojmë me Tiranën, me qytetin që patëm fatin të lindim dhe të rritemi. Kundo në botë qytetet të rriten, zhvillohen, çfarë i mungon sot Tiranës? Jo duke kujtuar me nostalgjinë e rinisë, se aty mas ne bim në gjykime të gabume, bim në emocione, por duke e trajtuar si trashëgimi kulturore, historike, politike, një kryeqytet Shqipërisë për 150 vjetësh. Dhe çfarë mund të ishte bërë më mirë dhe çfarë është bërë keq në këto vitet në Tiranë, sidomos mas viteve 90. Si që mi fut një temë që... Në temë që ti e ke për zemër. Që mund të diskutojmë në gjërësi dhe në thellësi. Ti thush çfarë i mungon Tiranës sot, më kujton një shprehje shumë të bukur që ne e përdorshim në rinin tonë. Kur i thoshe dikujt të morshat ligat, apo të morshat ligat, i thot tjetri. Me i mort ligat ati nuk i metet asgjë më. Që të thot, sot unë kujtoj një libër të Maria Ripa Dimeana, një zonjë nga Roma, që i takonte një pjesë fisnike të shoqërisë romane, e cila para se të vdiste doli me një libër. Roma ime nuk është më. Përfituro tani, ajo Romë që ka të gjithë identitetet, ka monumentet më të bukura në botë. E megjithatë ajo shikonte në shumë dimensione këtë punë. Tani unë po bëj një lloj paralelizmi. Tirana ime, apo Tirana ime nuk është më. Pse nuk është më? Ju bot një krahasim me Romën, edhe Roma nuk është më, unë them që Roma e ka rujt, identitetin, thot ajo. Po, mos të lidhemi këtu me gjykimin emocional të nostalgjisë, se qytetet do zhvillohen. Jo, absolutisht, dhe këte du të sqaroj. Shiko, qyteti s'mund të rri statik. Qytetet do zhvillohen, qytetet do ndërtohen, patjetër, se janë edhe flukse demografike që vinë nga zona të ndryshme, për më tepër sot, që bëmi gjithmonë edhe më shumë kozmopolit. Sigurisht që qyteti do rritet. Tani unë për paralelizëm, për mos më fut çfarë mungon këtu, do them vetëm këtë. Unë kam pas mundësinë të lëviz, edhe për shkaqe të pozicioneve zyrtare, kam shëtit në gjithë botën, praktikisht. Kam pa kryeqytetet e rëndësishëm të botës. Nise ku dush, nise këtu në Europë, në çdo kryeqytet të Europës. Shko në Arabi Saudite, shko në vendet arabike, pra do them, shko në Azi, shko ku dush, shko në Amerikë, që e kanë historinë edhe më të re. Më të re, po, ke drejtë se aty jetoj për 35 vjetë. Megjithatë, janë disa zona historike që nuk lëvizen. Nuk preken, jam dakord. Nuk preken.